Bima e kudo gjendur që trajton me 10 sëmundje. Është një nga bimët më të përdorura në kuzhinë, por shumë shpesh e shohim të rritet në gjendje të egër pothuajse kudo, ndaj mos e ndani përdorimin e saj. Në bazë të disa studimeve, rozmarina parandalon plakjen dhe vepron si antioksidues i fortë. Mund ta përdorni për shërimin e dhimbjeve të kokës, për përmirësimin e kujtesës, por edhe për stimulimin e rritjes së flokut. Ndikon mirë edhe në sistemin e tretjes, njerëzit e përdorin për shërimin e kapsllëkut dhe ngërçeve në stomak. Shkencëtarët kanë vërtetuar se rozmarina stimulon sekretimin e vrerit, një element kyç në tretjen e yndyrave. Ndikon edhe kundër infeksioneve të veshit, hundës dhe fytit. Përveç kësaj, shëron edhe lodhjen dhe ofron lehtësim prej lodhjeve në muskujve, reumatizmës dhe nervit shiatik. Ekspertët e rozmarinës përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe parandalojnë humbjen e flokëve.